Jusuf, subhanallah, kur e kemi nqizu filmin, wallahi kam qajt me lat. La ilaha illallah. Wallahi kam qajt me lat, ato lat kanë qenë gëzimit. Subhanallah. Abu Bakr, apo shkojmë? Po, inshallah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu alla rasulillah, thumma amma ba'du. Të dashurit e mi, ju përshëndesim si çdo herë me selamin më të bukur dhe më të dashur tek Allahu xhalla xhelaluhu, paqja, mirësitë, bekimet e Allahut të lartësuar qofshin mbi të gjithë ju. Abu Bakr, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Jusuf. Abu Bakr, apo na tregon diçka pika shkota rreth filmit që e kemi lancuar para disa ditëve. Më të vërtet, ky film i ka prekur shumicën e njerëzve, jemi duke marrë mesazhe të mira. Kështu që po të dëshirë të bisedojmë rreth filmit në pika shkurta. Po, me emrin e Allahut te bareke ve taala. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma ma ba'd. Jusuf, subhanallah, kur e kemi nqizu filmin, wallahi kam qajt me lat. La ilaha illallah. Wallahi kam qajt me lat, ato lat kanë qenë gëzimit. Subhanallah. Sepse ako ma mirë me punu për dinin Allahu te bareke ve taala dhe nana me qenë me ne. Allahu ekber. Kjo është mërësi dhe dhunti nga Allahu xhalla xhelaluhu. E vërtet është. Me të vërtet, Abu Bakr, edhe unë kam qenë i emocionuar sepse çdo herë kemi incizu filma me babushin rahmetullah alej. E vërtet është. Me të vërtet kemi punu në dinën e Allahut te bareke ve taala shumë sa i përket filmave islame. Kështu që me të vërtet na mungon, e kështu që në këtë rast kemi punu me nanën e Vërtet është. një në nanë kemi qenë të lumtur, Dhe një nanë nëron kemi qenë pak të mërzitur. mërzitur, e vërtet është. Atërish kuptohet. Mirë po, e falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu që na ka mundsuar Allahu te bareke ve taala me punu me nanën. Me të vërtet, E vërtet e është. saktë është që shteti akoma mirë se sa me punu me nanën, me i ftu njerëzit në dinën e Allahu xhalla xhelaluhu, në rrugën e Allahut te bareke ve taala. Subhanallah. Jusuf, ne falenderojmë Allahun te bareke ve taala që Allahu na ka mësuar me nanën me bu film islame. Subhanallah. Subhanallah. Abu Bakr, apo na tregon edhe njerë hadithin që e ke treguar në film, sepse më të vërtet ky film është bërë viral dhe shumica e kanë dëgjuar këtë hadith dhe shpresoj që edhe një herë kanë dëshirë me ndëgju që ta thellësojnë shpirtin ton bi idhnillahi azza wa jall. Me emrin e Allahut te bareke ve taala. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي. La ilaha illallah. Dhe me thonë, një person shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot: "O i dërguari i Allahut, o i dërguari i Allahut, cili është njeriu që e meriton më së shumti mirësjelljen dhe kujdesin time?" Do të thonë kujt më ia dhon hakun më së shumti. E vërtet, subhanallah. Allah. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Nana juaj, subhanallah." Dhe ai personi i tha: "Qala thumma man ya Rasulullah." E pastaj tha: "O i dërguari i Allahut." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Nana juaj." Subhanallah. Jusuf, ai personi nuk u dorëzu, subhanallah. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e pastaj tha: "O i dërguari i Allahut." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Nana juaj." Dhe më thonë, 3 herë tha: "Nana juaj." Dhe ai personi prapi thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Qala thumma man ya Rasulullah." E pastaj tha: "O i dërguari i Allahut." Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Qala fa abuk." Dhe më thonë, baba juaj. Pastaj baba, 3 herë nana, pastaj baba. E vërtet, subhanallah. Falvlere ka nana, subhanallah. Allahu ekber. Abu Bakr, nanat e tona kanë sakrifikuar shumë për fëmijët e tyre. E vërtet është. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka zgjat shumë. Nuk e ka dhënë ndonjë lloj tefsiri. Ka mjaftuar me thonë nana, subhanallah. Ala sokri, subhanallah. Vërtet, subhanallah. Abu Bakr, më të vërtet,
xheneti është përfundi i këmbëve të nanës. Subhanallah. Kurse dyert e xhenetit të mesme është baba. La La ilallah. Ebu Bekër, barakallahu fik. Wa fik. Allahu Teala të shpërbleft pafund. Me gjithë ty. Kështu që të dashurit e mi, kaq me këtë emision, vazhdojmë herën tjetër bi idhnillahi azza wa jall. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.